Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që të keni një ditë të mbarë edhe plot shëndet. Kur interesi e kalon orën e mësimit dhe shkon shumë përtej saj, atëherë kemi të bëjmë me një qasje të veçantë ndaj atij drejtimi. Unë shpesh takoj të rinj, të cilët me punën, me seriozitetin, me këmbguljen, me pasionin, me durimin, me disiplinën e veçantë i drejtohen një fushë dhe natyrisht hedhin hapa shumë të bukur dhe shpresdhënës. E ftuara ime është pikërisht ajo së cilës ja drejtoj këto fjalë. Është maturante në gjimnazin Oso Kuka. Gjithmonë me përpjekje të vazhdueshme dhe shumë frymëzuese për të arritur nivele ende më të larta në përgatitjen e saj, në të gjithë këndvështrimin e përgatitjes së një stadi të tillë siç është matura. Por ajo ka një qasje tepër të veçantë me historinë. Mësuesja e jetës, siç thuhet për historinë, është bërë shpeshherë frymëzuese dhe ajo ka qenë pjesëmarrëse, protagoniste në kompeticione të ndryshme, në projekte të ndryshme, në aktivitete që zhvillohen në shkollë dhe jashtë saj. Me mua, sot në studio, është Jessica Preçi. Mirëmëngjesi, Jessica. Është gjithmonë do më thonë me qenë këtu, sidomos për temën e sotme që është historia, ku më bukur se në muajin e shkurtit, muaji i dashurisë, e mund të flas për dashurinë time më të madhe. Siç u thash, Jessica është një vajzë që çdo ditë e rrit për masën e saj të mendimit, të përgatitjes, të niveleve, me shumë pjesëmarrje në veprimtari, por historia është ajo ka pikasur apo jo? Patjetër. Ajo është dashuria më e madhe, është frymëzimi për me ecë përpara. Jo vetëm historia që ka kalu, por edhe historia sotme, historia e individëve të caktuar që nuk shkruar në librat e shkollës apo edhe në librat historik, është një frymëzim për ne për me ecë përpara. Motivim shumë i bukur. Së fundmi, ti je autore i një dokumentari, Ditët e Holokaustit. Të shtyn të gërmosh dhe të thellohesh pikërisht për të ditur më shumë dhe për ta paraqitur atë në dokumentarin tënd mbi kampin famkeq të Auschwitzit. Si erdhi ky produkt i jote, natyrisht si bashkëpunim, por autorësia është edhe pikënisja vetëm tek ty. Atëherë në radhë parë ishte pra 27 janari që përkujton gjithë viktimat e Holokaustit, dhe padyshim kishim edhe një aktivitet në shkollën tonë me klubin e historisë për me përkujtu gjithë këto ngjarje kaq famkeqe, kaq njerëzore, për me bërë me reflektu brezin e ri. Holokausti është diçka të më thënë të mërshme, por çlirimi i Auschwitz ka hyrë në dekadën e 9 të çlirimit të tij dhe është akoma të mërshme sepse njerëzimi nuk duket se ka reflektuar edhe aq për sa i përket gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur. Kemi akoma pra vrasje në mënyrë masive, kemi akoma luftra, akoma diskutohen se do bëhen lufta të reja dhe është shumë e rëndësishme që brezi jonë sot, por jo vetëm, të reflektojmë mbi gjithë ngjarjet që kanë ndodhur dhe ky ishte edhe qëllimi i gjithë aktivitetit ton, të reflektojmë. Dhe dokumentari është në bashkëpunim me zotin Pierin Merdita, historian dhe drejtuesi i Muzeut Vendi i Dëshmisë të Kujtesës. Ishte domethënë diçka pak më ndryshe për me sjell edhe në aktivitet, sepse është ka këndvështrimi i një personi, i një figure, i një historiani që jo vetëm ka studiuar për atë fushë, por edhe e ka parë nga afër. Dhe kjo është diçka që të bën më tepër të reflektosh.
nisi si një iniciativë jotja për të realizuar apo u bëre pjesë e një veprimtarie, një projekti, gjithmonë me produktin tënd? Atëherë, duke qenë se ishte një aktivitet shkollor, thash pse jo mos të sillim vetëm pra informacione, figura, postera, por edhe një video që pse jo të mbesi edhe në arkiven e shkollës, sepse do të ishte diçka më tepër, diçka më interesante ndoshta të thoja, dhe patjetër që u realizua, shpresoj që të dalë sa më mirë, ja, sa më qartë. Në ekran janë foto, si dëshmi, janë male me kocka. Janë pamje rëndqethse, besoj se ti ke kërkuar, po. Dhe natyrisht je përballur, ne themi si ngjarje, si fenomen, si periudhë, si diçka çnjerëzore, famkeqe, por kur i drejtohemi pikërisht fakteve, natyrisht ato janë shumë kokforta, apo jo? Po, domethënë të flasësh për Auschwitz, të flasësh për Holokaustin është diçka e dhimbshme, diçka që të paktën për brezin të nuk është se duket edhe aq reale, por borta është kaq absurde dhe gjërat e tilla kanë ndodhur dhe fatkeqësisht po vazhdojnë të ndodhin. Auschwitz ishte pikërisht kryeqendra e gjithë kësaj dokumentari, kësaj dite përkujtimore, qoftë edhe pse i referohet edhe çlirimit të tij, por edhe për faktin se ishte burgu më famkeq. Paktën 1.1 milion hebrej u shfarosën atë prej 6 milion në total të paktën. Dhe Auschwitz ishte ndërtuar si vend ku hebrejt do shkonin të punonin, do të ishin akoma më mirë pas gjithë mbarimit të luftës, dhe është e tmerrshme që në hyrje të jetë ajo shprehja puna është liri. Dhe në fakt ato punuan për të ndërtuar këtë kam shfarosjeje që ishte diçka tepër tragjike. Dhe unë bën jetën pikërisht në mënyrën më çnjerëzore në atë kam që ndërtuan vetë. Do më thënë gjatë realizimit ose gjatë gërmimit të këtyre fakteve dhe natyrisht rinxjerrjes, por edhe gjatë fjalës dhe gjithë ligjërimit që bën historiani Pierin Mirdita, i ndeshur natyrisht me ngjarje që janë përtej imagjinatës të tmerrshme. Vetë historiani thotë është e vështirë të imagjinosh, jo më ata të ndodhin. Do të thënë përtej çdo imagjinate të ndodhi një gjë e tillë, dhe siç e tha edhe vetë zoti Pieri Mirdita, t'ja bëj njeriu të këtë gjë, dhe një person i vetëm, një ideologji e vetme të ketë një impakt kaq të madh në gjithë shtetin gjerman, po jo vetëm. Dhe në fakt siç dihet, edhe është edhe vetë Hitleri përpara se të dalë të japi atë oratorin, ai përgatitet, bën foto të shohë si duket, dhe është e tmerrshme. Ai e ka menduar në mënyrën më perfekte të mundshme, por domethënë ai e kupton, ka pas kuptuar mjaft mirë se si ndodh lufta, duke qenë se edhe vetë ka shërbyer. Është një proces që ti ke përjetuar deri në realizim. Ti u bëre pjesë e një aktiviteti që zhvilluar në shkollë, apo ishe sigurt me ato çfarë ti me produktin tënd, dhe padyshim kishe shumë dëshirë që të shfaqej në faqen zyrtare të shkollës, natyrisht me ndihmën, me mirëkuptimin, me dashamirësinë, ashtu siç vetë ata dinë të bëjnë, siç është drejtoresha e gjimnazit tuaj, zonja Teuta Basha Çoku, të cilën unë e përshëndes me shumë dashamirësi. Gjithmonë më mbështet në idetë që kam për të ftuar mësues, edhe mësueses tuaj të dashur Audenarda, të cilën edhe atë dëshiroj ta përshëndes me shumë respekt. Pra, ti e realizove me
do me thënë, ishte edhe dëshira jote që të shfaqe aty, apo ishte pjesë e një aktiviteti ende më të madh? Atëherë, aktiviteti ka qenë shumë më tepër se kaq, janë përfshirë gjithë nxënësit e klubit historisë, por jo vetëm, edhe ka pasur pjesëmarrje edhe nga klasat e tjera që kanë shpreh dëshirën, vullnetin për të kujtuar një histori kaq të trisht. Por realizimi i dokumentarit vjen si pasojë e aktiviteteve të shumta që shkolla jon, por edhe unë personalisht kam pasur edhe me vendin e dëshmisë të kujtesës dhe zotin Pjerin Merdita, të cilin e përshëndes. Dhe Respekt. Duke qenë se dhe vetë muzeu që ai drejton ka një qasje të tillë të këtyre regjimeve totalitare, mendova se do të ishte diçka shumë e mirë. U mirëprite me atë çfarë ju i propozuat historianit dhe ai më njëherë përqafoi këtë? Po, patjetër, dhe është gjithmonë shumë i gatshëm, punoj me brezin e ri, të kujtoj gjithë këto ngjarje të tmerrshme, jo vetëm të Shkodrës, të Shqipërisë, por edhe për te kufive. Të një arsimit, po. E realizove me një frym apo kishte sfida për të realizuar, sepse të kalojmë edhe një herë në pamje të gjesh pamje nga arkiva, të gjesh të hartosh një tekst i cili është përmbledhës dhe lidh të gjithë rrugtimin e kësaj ngjarje të tmerrshme, por edhe ta flasësh vetë, ta ilustrosh me muzikën, të gjesh, të kesh një kamera, ja shiko si është kamera, është diçka historike, por është edhe artistike. Janë të gjitha këto që lidhen me ty, apo jo? Po, më pëlqen shumë që të ndërthuri gjitha pasionet që kam në histori, që dali diçka sa më e bukur, le të them, dhe për me realizu dokumentarin, normale, ndihma kryesore ka qenë jo vetëm shkolla, por edhe drejtori i muzeut, i cili më ka dhënë jo vetëm intervistën, por më ka ndihmuar edhe me kontrollu për fotot dhe për realizimin e gjithë dokumentarit. Unë jam shumë interesuar në fakt për gjithë çështjen e Holokaustit, duke qenë se vetë Auschwitz kam shumë dëshirë ta shoh vetë, duke qenë se nuk më duket diçka kaq reale, sepse është kalon kufit e imagjinatës. Është tepër e tmerrshme dhe mendoj se kam realizuar një ndër ëndrat e mia, duke e sjell tek shkolla, por jo vetëm, për ta pa. Në një farë mënyrë kam arrit të ta prek si temë. Po ti nuk është hera e parë që prek të tilla tema edhe në raport me muzeun e vendit të dëshmisë dhe kujtesës, po. Po, aktivitetet kanë qenë domethënë të shumta. Ne kemi pasur gjithashtu edhe një projekt që konsiston mbi Shkodrën komuniste, ku një grup i klasës tonë ka prezantuar domethënë gjithë periudhën e Shkodrës, atë rezistencën e Shkodrës, dhe kemi mundur edhe ta konkretizojmë duke vizituar gjithë muzeun. Dhe kjo ka qenë një ndër shtysat më të mëdha për me vazhdu, domethënë, për me studiu historinë, për me pa më nga afër, dhe për të kontribuar edhe tek e ardhmja ime, por edhe për të reflektuar edhe tek presi i ri. Bravo. Si u prit dokumentarin? Shumë mirë, në fakt zysha atë ditë që është paraqit dokumentarin nuk ka qenë, por klasa që ka pa në ditë në aktivitet e ka pëlqy, e kanë pëlqy edhe klubi historisë, edhe zysh Albana që përshëndes e ka pëlqy mjaft atë ditë që u transmetua, sepse nuk ja kisha tregu as kërkujt, por më pas e pavi dhe zysha Vdenarda, i pëlqej shumë, ajo ishte që insistoj edhe të tregohej, domethënë, për më tepër ta shohin të shfaqej tek faqja e shkollës. Dhe shpresoj që të ketë dalë diçka e vlefshme. Bravo. Më bërni përshtypja ajo që tha, sa po the,
diçka e vlefshme, nuk the diçka e bukur. Sepse ti drejtohesh një ngjarje të tmerrshme, për te i trishtimit, nuk më thuhet e bukur, por e vlefshme. Është historia vetë nuk është gjithmonë e bukur, ka një dinamik të madhe, por është ajo çka e bën të veçantë historinë. Edhe besoj se nuk duhet të jetë gjithmonë diçka e bukur për me lanë mbresa edhe me të bërë të reflektosh. Ky pasion ose qasje për historinë të lindi në një moment të caktuar apo ajo është mbrojtur hap pas hapi, kur Jessica e vogël kishte një sy, një vesh, një vështrim pikrisht në përtej atyre faqeve të librave që mund të kesh lexuar ose atyre dokumentarëve që mund të kesh parë. Dashuria ime për historinë ka filluar në mënyrë çuditshme. Për herë të parë me lëndën e historisë jam njohur në klasën e 6, jetë 4 se fillon sot shkolla, por në klasën e 6 me 11 shtator të 2019-s, dhe nga mësuesja ime Suela Silhani në shkollën Gjeladin Fishta. Në fillim nuk është se kisha ndonjë pasion të madh, nuk më pëlqejte fare. Dhe unë gjithmonë ja kam shprehur edhe në klasë edhe në orë të mësimit që po ç'më duhet se nuk më pëlqen. Dhe ti kishe një qasje tjetër? Matematik dhe fizik. Ato ishin domethënë kryesorët për mua, por zysha në atë moment që erdhi, në momentin që u prezantu kaq mirë. Si ishte emrin ndonjëherë? Suela Silhani. E përshëndesim. Kur vë një firmë tek rrugtimi I nxënësve, është e paharrueshme apo jo? Po, është pikërisht ajo dita ku unë nuk isha thjesht eksistenciale, por fillova të jetoja, sepse mendoj që në momentin që ti gjen pasionin e jetës dhe mënyrën se si do të vazhdosh rrugtimin tënd, është momenti ku ne fillojmë të jetojmë vërtet, sepse kupton se jeta është vërtet e shkurtër dhe ne duhet të japim më të mirën tonë. Dhe pikërisht ishte një periudhë e vështirë, sepse në klasë 6 dhe 7 ishte për ne periudha e Covidit dhe u shkëputëm, edhe unë dosha të shkëputesha në një farë mënyrë edhe nga historia, por në klasë të 8, atëherë kur fillojmë studimin e vetë historisë moderne, kemi luftrat botërore, atëherë mendova që ndoshta është e bukur, ndoshta duhet ta mësoj, sepse në fillim kam filluar ta mësoj historinë në vargje. Në vargje? E shkruaja në vargje thjesht për ta mësuar dhe për t'ja thënë zyshës që ishte kaq motivuese për mua, që e kam mësu, sepse ishte vërtet një motivim për të ecur përpara, jo vetëm në histori, por në gjitha aspektet e jetës, dhe e mësosha me vargje, sa herë që e thosha ose harrosha diçka duhet kujtosha edhe herë vargje, dhe ja po e them, e kam mësu, domethënë. Kurse në klasë 8 fillova ta merrja pak më tepër seriozisht, ta shifsha me një sy më tjetër, e kuptova se vërtet më bën të lumtur. Dhe u finalizua në klasën e 9. Mendosha se është një pasion, është një hobi të cilën, mund ta marr sekret, sepse historia nuk është se jep ndonjë çastje të madhe ditë të sotme. Dhe thash do ta marr sekret për një periudhë kohore shumë të madhe, dhe unë asnjëherë nuk ja kam thënë zyshës që është arsye pse unë e pëlqej historinë, asnjëherë nuk ja kam treguar se më pëlqen të studioj historinë si rrugtim të jetës time, kohët e fundit domethënë, me gjithë këto aktivitete, e ka kuptuar, por asnjëherë nuk e kam thënë ballë për ballë që rrugtimi im është historia. E uroj këtë rrugtim të bukur, shumë të motivuar edhe me shumë mbështetje. Kuptova që në fillim ishte vështirë. Ishte lana e historisë, ishte riprodhimi I fakteve, vendosja në memorje, po më pas, siç e shoh edhe tashti, ajo është një mënyrë të menduarit, ajo është një mënyrë reflektimit, dhe kjo ndoshta është ai qëllim që
për fat të mirë tek ty ka ardhur ai qëllim që duhet të ketë shkolla të nxjisë të menduarit, jo thjesht riprodhimin e informacionit që merr nga librat. Është finalizuar në vit parë, kisha të frikën se kush do ishte mësuesja e historisë. Unë kisha dëgjuar, kisha pyetur kush mund të jepte historinë dhe asnjëherë në asnjë moment nuk është përmendur Zysha Udenarda dhe erdhi kështu, direkt nga mësuesja e nënveçares erdhi një mësuese përsëri e shkëlqyeshme për po, dhe jemi në vit parë me 13 shtator të 2023-shit ishte ora parë historisë. Në fakt i mban mend ashtu si datat e historisë këtë pikat e janë data shumë të rëndësishme të historisë së jetës time dhe patjetër. Histori kishim fakt 2 orë të fundit, por nga ndryshimi i orarit u bë një bum i madh sepse erdhi në orën e parë historia që nuk e priça, nuk kisha përgatit. E kam shumë atë prezantimin, njohjen e mësuesve të ri, edhe viti i parë, fillimi komplet ishte shumë e vështirë, por vjen Zysha Udenarda, ishte Udenarda Balliu. Po. Ishte nuk është shkodrane, por është shumë shkodrane për zemrat e nxënësve, apo jo? E bën tana ajo. Sa mirë. Dhe kishte një qasje, tepër perfekte, në çdo aspekt që ta shihje, ishte tepër magjepse, do thoja, sepse rrezatonte. Ishte nuk kishe ku ta shihshe keq, çdo gjallë, çdo tesh e hekurosën pa asnjë rrull, ato flokët e drejta, mënyra se si fliste, mënyra se si qasej historisë, mbarni të kuptoj që nuk duhet rri vetëm pasion, por duhet ta vazhdoj sepse jam në rrugën e duhur, ka njerëz që do më suportojnë dhe është arsyeja që unë du ta vazhdoj e bindur degën e historisë. Është dita kur mendoj se rilinda. Sa bukur. Bëre një portret të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm. Do të thosha ajo që ngulitet në mendje, në zemër të një nxënësi, siç e sheh mësuesen, siç e sheh si shembull, siç e sheh si mundësi për ta ndjekur, e siç e sheh si mundësi për ta frymëzuar. Besoj se me mësuesen, edhe me nxënësit të tjerë, me shkollën tuaj e cila bën aktiviteta shumë të bukura dhe të pandërprera, gjë që i jep mundësi nxënësve të zhvillojnë të gjitha prirjet, pasionin dhe talentin e tyre, ti morë pjesë në shumë aktivitete. Një ndër të cilat unë të kam ftuar edhe një herë tjetër, je pjesëmarrëse në konkursin kombëtar Pyet gjyshërit, ku ti fitove. Do të thot ishte pikërisht mësuesja juaj Udenarda, e cila të shtyu edhe nxënës të tjerë ka vepruar kështu, por rruga jote është unike, apo jo Jessica? Unë si që thashtë dhe më parë, Zysha Udenarda është motivim për të bërë gjëra të bukura, jo vetëm në historia shkresorja, por në gjitha drejtimet e jetës, në gjitha mesazhet që ajo përcjell, jo vetëm në orar të mësimit, por edhe për te. Është frymëzim që unë vazhdoj të bëj gjëra të bukura, është frymëzim, por është edhe një shtëpi ndoshta ku unë mund të ndihem mjaft mirë në aspektin tim të historisë, pasi duhet që të bëj gjërat në rregull, të bëj gjërat mirë dhe ajo është gjithmonë aty për mua, të ndrejtoj dhe jam shumë krenare që njoh një person të tillë, edhe pse maturante si vjet dhe nuk do kem më të bëj me të, por edhe është trisht, por besoj se jam me fat të kem njerëz të cilët do mërzitem sa herë që t'jem larg tyre. Çdo mësues do ta doje këtë vlerësim nga nxënësit, por e arrihet vetëm me atë çfarë ajo mësuese është për ty dhe për të tjerët. Kam pasur edhe një nxënëse tjetër të shkollës, e cila ka fituar përsëri një konkurs tjetër, dhe pikërisht mësuesja e ka drejtuar aty, edhe unë e përshëndes. Ndërkohë që Jessica,
kjo vajzë e cila shumë aktive, ka një përmas që gjithmonë tenton të zmadhoj në horizontin e saj, apo ja? Interesohesh për aktivitetet të shumta, për letërsinë, siç më tha drejtoresha juaj, zonja Teuta, interesohesh për teatrin, ki dalë që në vitin e parë, në skenë, të gjitha këto janë mundësi që t'i jep shkolla, gjimnazi. Është edhe çësia që edhe vetë drejtoresha jon ka që më na aktivizu sa më tepër, më na dhan motivim sa më tepër, mbështetjen maksimale, dhe që shifet shumë qartë, domethënë, motivi i mirë. Synimi i mirë që këta njerëz kanë që e ardhmja të jetë e sigurt dhe e ndritur. Jo vetëm drejtoresha, jo vetëm mësueset e historisë, por të gjitha zyshat janë shumë motivuese për te lancë që ata bajnë. Janë shumë motivuese në çdo aspekt, sidomos për mua, kur e kanë kuptuar se historia është ajo që do bëj, më motivojnë dhe më përkrahin në çdo drejtimtimin. Natyrisht, ti vajzë një familje. Nuk e di se cila është patjetër që duhet të kesh mbështetje, apo jo? Po. Ke hasur, domethënë, në një mënyrë diskutimi rreth asaj që ti ke afërsi historinë dhe të kanë thënë, moj vajz, po historia nuk ka shumë fitime, se njerëzit po rendin drejt profesioneve që me njëherë pasurohesh, kurse historia je vetëm mësim, historia je vetëm reflektim, mund të bëhesh dhe historiane e madhe, po duhen vite, nuk do pasurohesh me njëherë. Si ishte kjo? Në fakt, familja ime është më tepër nga anojnë nga matematika, nga shkencat e natyrës dhe gjithë kanë këtë drejtim. Por ishte motivimi që mu vetë mësueset më dhanë gjatë gjithë rrugtimit jetës ime në shkollë, që më motivuan dhe më banë të kuptoj se une nuk mund të ndrydhem në një vend me llogaritje të sakta. Duhet gjithmonë të hapim atë horizontin, të reflektojmë, sepse këto ngjarje na bëjnë ne human dhe besoj se nuk ka më bukur, kjo është rruga jeme dhe ato e suportojnë në çdo aspekt mundshëm. Bravo. Shumë bukur. Pra ke gjetur një mirëtim dhe ti ec dhe vetëm ec, të pëlqejnë, interesohesh për librat e historisë që dalin, sepse ato nuk janë subjekte artistike, fantazi, po janë që mbështeten në fakte, në data, në ecuri, në rjedhoja, në pasoja më pas. Ka një kohë që nuk kam lexuar edhe aq libra letrar, në fakt jam përkushtu e gjitha tek historia ose tek ato libra që bazohen në ngjarje të vërtetë për të kuptuar më mirë edhe këndvështrimet e njerëzve që kanë për situata të ndryshme dhe ngjarje historike. Gjithmonë libri është ai që më bën të njihem mirë, ai që më bën të zhvilloj imagjinatën dhe sidomos libri i historisë është gjithmonë aty me mua kudo. Bravo. Jashtëzakonisht bukur. Një vajzë mbështetur me kam në tokë dhe që ndjek pasionin e saj. Lufton për të dhe arrin. Dhe përsëri niset për një stacion tjetër. Këto janë ato projekte tuaja, realizimet tuaja, dokumentarët, konkurset që ti merr pjesë. Ti je maturante dhe ajo pyetja se ç'drejtim duhet të marrësh është krejt e kot. Patjetër histori dhe vetëm histori, sepse historia është mësuesja e jetës. Të bën të jetosh në kohë, për te kohëve dhe në kohët që vijnë. Bravo. E them për disa të herë, sepse një ecuri e tillë është impresionuese, është shumë e bukur. Nuk është shumë e shpesh tashti, e thash edhe pak më herët, por nëse mbështetesh tek ajo që ndjen, jo ajo që ka interesa, do të kesh një rrugtim shumë të bukur dhe të mbar.
unë uroj që Jessica jo vetëm të jetë një ndër nxënëset e spikatura të gjimnazit ose Kuka, por të spikas në gjithë rrugtimin e saj për atë që bën me zemër, me pasion, pa ja diktuar kush, atë mik apo shok që ka të veten brenda vetes. Dhe kjo është rruga që ka zgjedhur, të hulumtoj, të zbuloj, të studioj dhe të bëj më të mirën që është e mundur në studimin e kësaj fushë historisë. Të falenderoj shumë Jessica. Shpresoj që jemi përsëri së shpejti. Ke diçka tjetër që do realizosh? Kemi. Atëherë suksese shumë dhe mbarësi. Faleminderit shumë që ishe në Mirëmëngjes Shkodër. Për mua ishte një bisedë shumë motivuese. Faleminderit.